kur na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që punët e mira ngriten tek Zoti në muajin Shaaban, në argumentet e tjera ka përmendur që ngriten punët çdo ditë hëne dhe çdo ditë enjte, ato quhen ditët javore. Por edhe brenda ditës kemi dy momente, momentin kur largohet dita dhe momentin kur largohet nata. Janë momente të caktuara që ndoshta ne jemi në gjumë, ose gjatë ditës jemi duke luajt futboll, ose letra, ose shah, ose dhe zar, e plot gjëra të tjera. Dhe çfarë ndodh? Ky lloj gafleti dhe pakujdesie, nëse na kalon kjo ditë ashtu, atëherë do të vinë dy ditët javore që janë e hëna dhe e njëjtja. Nëse na kalon dhe java ashtu, do të na kaloj dhe muaj. Po na kaloj muaj ashtu, atëherë kur të vi Shabani do të jemi njësoj. Prandaj dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me kuptimin, kur ty të ka kalu dita, të ka kalu java, ashtu do të kalojnë dhe muajt, i bie që kur të vi Shabani, patjetër që do jesh i pakujdesshëm. Çfarë kuptuam nga kjo? Nga kjo kuptuam që ne mund të reflektojmë deri diku, ose nga halli që kemi, pra du të shpjegojmë patjetër diçka që është në muajin Shaban, të këshillojmë njëri tjetrin se ku jemi, por ndërmarrja kryesore e veprimeve bëhet nga dita, nga java dhe mbyllë një muaj, çfarë do lloj muaj qoftë. Që kur të vi Rexhepi, Shabani, Ramazani, ne ti kemi mbyllur këto gjëra. Mirë, po a mund të gabojë njeriu? Patjetër që mund të gabojë. Po ti ku je pozicionu? Fillimisht, je pozicionu me të vërtetën apo me të pavërtetën? Me të drejtën apo me të padrejtën? Je pozicionu me të mirën apo me të keqen? Pozicioni jot në jetën tënde është shumë i rëndësishëm. Tani kemi meselen tjetër. Punët që ngriten tek Zoti janë punët të cilët ngriten dhe Allahu i pranon ose jo, ato punë që nuk pranohen i largon, dhe ato punë, domethënë, që janë të merituara i ngre lart, apo ndoshta ngriten vetëm punët e mira dhe punët e këqija nuk ngriten fare në tokë. Kemi ajetin kuranor ku Allahu i madhërisëm thot: "Ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal 'amalu salih yarfa'uhu." Te Allahu ngriten fjalët e mira dhe puna e mirë që është e pranueshme, atë e ngre Zoti sipër. Ajeti i cili na tregon se nëse kemi bërë gabime, gabimet qëndrojnë aty ku janë, në cilën formë, nëse nuk kemi penduar për to, melekët shënojnë në regjistrin e majt dhe janë të shënuar aty dhe s'kan ku ngriten. Ruhen deri në ditën e gjykimit, në botën e ahiretit, masi të ringjallemi dhe një herë tjetër dhe do t'japim llogari përpara Zotit ton, atëherë gjithçka që ne kemi bërë dhe kemi harruar do të paraqitet. Dhe pikërisht ajeti i fundit kuranor që zbritur nga Kurani përkon me këtë që ne sapo tham, ku thot Allahu i madhërisëm në surën Baqara: "Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun." Ruhuni asaj dite, kini frika të ditë ku ju do të ktheheni tek Zoti juaj, edhe secilit prej jush do t'i paraqitet ajo që ka vepruar, dhe askujt nuk do t'i bëhet padrejti. Ke bë keq? Ne, Zot na fal, Zot na ruaj, mund të meritojmë dënimin. Atëherë ky lloj dënimi është padrejti nga Zoti, jo pasha Zot. I kemi po padrejti vetes tonë. Pra, do ringjallemi, do jemi para Zotit, do t'japim llogari një për gjithçka që kemi vepruar në jetën e kësaj bote. Atëherë, si mund të shpëtojmë ne nga kjo dhe gabimet tona? Kthehemi tek Zoti. Të pendohemi te Allahu xhele xhelalu, ti shtojmë punë të mira, ti paksojmë punë të këqija, nëse mundohesh largohesh fare nga çdo punë e keqe, ajo është pastaj ti je për evlijave, je për njerëzve, domethënë, më të dashur tek Allahu, por të paktën mundohu sa ke mundësi, sepse njeriu mund të krijojë varësi nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 punë të ndryshme. Mundohu të përmirësohesh dhe filloj sheshoj këto gjëra që të përmirësohesh me punë të mira, dhe punë të mira të shtohen dhe ti si dallga që i merr para ato gjëra, domethënë, të cilat janë të padobishme dhe të dëmshme. A nëse ne kalojmë jetën se nuk dim se ku jemi, a kemi më shumë të këqija, a kemi më shumë të mira, tini të bindur dhe timi të bindur që Ramazani nuk na shpëton. Ne na shpëton Zoti Ramazanit. Ramazani nuk ka mëshirë. Ramazani përçon mëshirën e Zotit që e krijoi Ramazanin.
Ramazani nuk të përmirëson, Ramazani në qënë Allahu Gjelle Gjelalu si një mjet prej plot mjeteve të tjera që na bën të përmirësohemi në vetveten tonë në raport me Krijuesin. Ramazani është mjeti. Andaj, punët e mira që ngriten te Allahu Gjelle Gjelalu janë vetëm ato që janë të pranuarat dhe punët e këqija nuk ngriten fare. Tani kemi një shpjegim tjetër dhe ky është i rëndësishëm. Ato punë që ngriten, pra dikush i ka punuar të mirë, dikush e kështu me radhë, dhe ngriten punët e mira. Këto punë të mira do të pranohen të gjitha njësoj? Jo. Si është raporti? Raporti është që minimalisht çdo njeri që ka vepruar një punë, qoftë një ditë agjërim, qoftë një sadaka, një faqe Kur'an, një dhikr, një përmendje, një ndihmë, një bamirësi, një diçka e mirë, domethënë kur ti meriton sevape, çdo e mirë e vetme shumë fishohet në shpërblime 10 fish, 1 me 10. Ndërkohë gabimi është 1 me 1. Në rregull deri këtu? Mirë, po dikushi mund të jetë më i saktë, mund të jetë më korrekt, mund të jetë më i sinqert, mund të jetë më i përkushtuar. Çfarë ndodh? Vjen transmetimi tjetër i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili na tregon se ky 10 fish mund të shumë fishohet në 700 fish. A kemi njerëz besimtar të cilët mund të shtohen sevape dhe shumë fishohen më shumë se 700 fish? Po. Ndoshta e treguar akoma më i përkushtuar. Unë u përkushtova vetëm në 2 rekate, në 2 tjerat nuk arrita dot. Ti u përkushtove në 3. Ai u përkushtuar në 4 rekate deri në selam. Patjetër që ai do të ketë më shumë sevape. Vjen një transmetim tjetër thotë ila 700 dhifin ila adhafin kathira, që ka ardhur enkas për agjërimin faktikisht, do të shumë fishoj Allahu Gjelle Gjelalu sevapet e tua nga 10 në 700 e në shumë fishimet të tjera. Sa janë këto shumë fishimet? Atë di vetëm Zoti, e ka lënë pa llogari. Prandaj në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Çdo besimtar që agjëron një ditë të vetme për hir të Zotit, Allahu do ta largojë fytyrën e këtij njeriu, këtë njeri vetë domethënë, nga zjarri i xhehenemit 70 vjeshta. 70 vjet të largon Allahu Gjelle Gjelalu nga zjarri i xhehenemit për një agjërim të vetëm. A mundet me pas më shumë sevape se sa 70 vjet largim nga xhehenemi? Mundet. Në cilën formë? Agjërim korrekt, agjërim i sakt, agjërim i përkushtuar, agjërim besnik, agjërim i sinqert, agjërim domethënë në të gjitha përmasat e duhura. Atëherë shumë fishimi i këtyne e di vetëm Zoti pastaj. Nuk ka më 70 vjet. Ndërkohë që e gjithë kjo është në dorën tonë.